Rama, vizit komplet institucionale. Natyrisht që unë e kam prit si presidente, kemi pas një takim të shkurt, kryeministri Kurti e ka prit po të njëjtën ditë. E ka prit me tepih të kuq, e ka prit me Ushtrinë e Republikës së Kosovës, ka pas takim shumë të gjatë se unë, kanë pas diskutime shumë të shpeshta, e besa edhe bashkëpunim shumë ma fat gjatë kanë ata dy. Pra, raportet e mia kanë qenë institucionale, kemi punuar për tema që kanë qenë në interes të Republikës së Kosovës, e kam kërkuar edhe për krajen e presidentit Begaj, edhe për krajen e kryeministrit Rama, që ta shtym interesin e Kosovës përpara, që Kosova të mbrohet edhe në samitet Bashkimit Evropian, edhe në NATO ku na nuk kemi ende antarësim të plot. A keni bëni punë përbashkët për çështjen e heqjes masave, se kujtoj atë videon ku ju prezentoni ose informoni qytetarët e Kosovës për heqjen e masave dhe ndërhyn kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Ka qenë punë përbashkët e ju të dyve apo ka qenë punë? Ne, domethënë, në ato takime si presidencë kemi punu me secilin lider të Bashkimit Evropian që t'i bindim që ta ndryshojnë qëndrimin që e kishin për mos heqjen e masave, donin me i shty edhe për shumë muaj, dhe kemi arritur t'i bindim sidomos ata që kanë pas dyshime. Dhe natyrisht në këtë rrugë ne kemi kërkuar prej disa prej liderëve që të jenë edhe më të zëshëm, edhe kryeministri Rama, edhe kryeministri Plenković i Kroacisë, kanë qenë shumë të zëshëm që të hiqen masat, ka pas edhe lider të tjerë që kanë qenë shumë të zëshëm që të hiqen masat. Dhe unë jam falenderuese për këtë punë që ata e kanë bërë në mënyrë që të jetë pak më lehtë pastaj për disa lider të BE-s që nuk ishin pro, që ta marrin një vendim të tillë, por kemi punuar kur pa ndalë në mënyrë që ai vendim të mirëj në dhjetore. Edhe pse në fillim të ditës ishin shumë kundër, në mramje arritëm pas një pune kur pa ndalë me liderët që t'i bindim që ai ishte momenti që të merrej ai vendim. Por, siç e thash, tani po tentohet që për punë që e kemi bërë vetëm e vetëm në interes shtetëror të manipulohet në përmasa të cilat janë të turpshme. Janë të turpshme sepse janë të e godit Republikën e Kosovës. Dhe cilin do deputet, po e përmend se të tjerët po më shefen me profile të rajshme, por cilin do deputet apo politikan që është marrë me manipulime të tilla, unë do të përballim në gjykata. I ftoj edhe një herë, ku i keni faktet për këto manipulime që po i bëni? Ku i keni faktet? Ku i keni provat? Qitni provat? Nuk e kanë asnjë. Prandaj kanë mbet në do manipulimet të lodhta me inteligjencë artificiale, sepse nuk e kanë asnjë të vërtetë të vetme. E vërteta e vetme është që për 5 vite rresht e ka mbrojt qeverinë e Kosovës nga çdo goditje që ja kanë jap të tjerët, nga çdo qortim që ja kanë jap të tjerët. Po flas edhe për takime të brendshme, nuk po flas vetëm të jashtme. Përkundrazi. Pra kjo është e vërteta e vetme. Ata tash dojnë me gjetë arsyetime pse e shkatruan bashkëpunimin, megjithatë, vetëm gjë që e kanë në dorë është manipulimi, sepse kanë ushtri propagandistike nëpërmjet cilës e shtyjnë këtë manipulim përpara, e ne do ta mbrojmë vetëm të vërtetën, sepse të vërtetën e kemi në dorë. 2 pyetje të fundit për shkak se jemi në